Sjellë mesazhin e Baba Rexhepit të incizuar me 6 gusht 1992 për besimtarët e të qesë të Gjirokastrës. Dashurit e mi, populli i Lazaratit, i Libohovës, i Nepravistës, i Gjulatit, i Zbardh, i Tadzatit, i Kalasës, i Sasanit, i Palavris, i Vergojt, Kopaqës, Borshit dhe të gjitha viseve që tash për tash fatkeqësisht nuk ju mbaj mend emrat. Ky është babai që po i flet. Babai që e adhuronit dhe ju adhuronte. Babai që e dashuronit dhe ju dashuronte. Babai që ju respektonte dhe e respektonit. Babai që ju përqafonte dhe e përqafonit. Babai që ju lutte çdo të mirë. Babai që ju lutte për parimin dhe çdo gjë në të mirën tuaj dhe të kombit tonë. E di që me këtë mënyrë nuk mund të heqim atë dashurin tonë, se jemi së largut. Por kjo ndodh se unë jam në një moshë të kaluar që nuk mund të realizoj atë që dashuroj. Nuk mund të vi të shikoj e të më shikoni. Prandaj, po ju flas sot për së largur dhe shpresoj në të ardhmen mbase Zoti na i bën varr edhe shifemi, safmi dhe qajmë hallet tona dhe derdet tona së bashkut, ashtu si që kemi qarë e dashur gjithë jetën. Mos haroni të qenë e zallit, mos haroni të qenë tuaj, që kur do herë e keni dashur dhe ju ka dashur, që kur do herë ju ka përkrahur dhe e keni përkrahur, që kur do herë ju ka afruar dhe e keni afruar. Ajo është të qeja juaj, të qeja që ju do të mirën tuaj, të qeja që kërkon si e si të përparoni ju në të mirën tuaj, në të mirën e shoqërisë, në të mirën e njerëzimit, në të mirën e gjithë botës, popullit dhe kombit tonë. Të qeja është ajo që do t'ju udhëzoj si që ka udhëzuar, do t'ju rrëfej rrugën e drejtë ashtu si që ka treguar gjithë jetën. Që kështu në këtë mënyrë të shkoni përpara, të jeni të vlefshëm për veten tuaj, për familjen tuaj, për njerëzimin tuaj, për popullin tuaj dhe gjithë botën shqiptare ashtu si duhet kur do herë. Kjo është pra të dashurit e mi, këshilla e babait, të cilin sot
po a them pas largu për arsye se jemi plek dhe nuk mund të gjej t'ju shoh e të më shihni. Po kjo s'do me thënë se u vendos kështu me kate. Mundet që të vjen një kohë që bëhemi, përmirësohemi më mirë dhe mund t'ju shikoj dhe t'ju vizitoj, a here gjerim mallin që kemi patur, a here gjerim dashurin që kemi patur dhe më shihni dhe ju shikoj. Pra, rini të qetë, kërkoni si të veproni në të mirë, si që thash të njerëzimit, në të mirën tuaj dhe në të mirën e kombit shqiptar. Lam të mirë, pra, të dashurit e mi, miru pafshim herë tjetër.